Në kuadër të samitit që pritet të mbahet më datë 16 maj në Tiranë, Policia e Shtetit ka marrë një sër masash për të garantuar rendin dhe sigurinë publike. Në një konferencë për shtyp, drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike Rebani Jaupi bëri me dije të gjitha kufizimet e përkohshme në qarkullimin e qytetarëve, si dhe mjeteve, të cilat janë të nevojshme për garantimin e sigurisë dhe mbarvajtjes së samitit që do të zhvillohet në Tiranë. Bllokimi të zonës së samitit nga ora 06 deri në 18 të datës 16/5/2025 do të jetë i pa aksesueshëm nga këmbësorët dhe mjetet i gjithë perimetri i sheshit Skënderbej, ku do të zhvillohet aktiviteti, perimetri i cili përfshin nga kryqëzimi i bulevardit Jean d'Arc te kryqëzimi i rrugës Myslimshyri, nga kryqëzimi i rrugës Ibrahim Rugova me Myslimshyrin deri te kryqëzimi i bulevardit Dëshmorët e Komit në urën e bulevardit, nga kryqëzimi i rrugës Myslimshyri deri te kryqëzimi me rrugën e Kavajës dhe rrugën e Durrësit, rrugën Det Gjon Luli, rruga Urani Pano, në vazhdim rruga e Barikadave deri te kryqëzimi i rrugës George W. Bush, nga bulevardi Zogu Park deri te Ish Cirku. Në rrugë të caktuara të kryeqytetit do të ndalohet parkimi dhe qëndrimi i mjeteve për një periudhë të përkohshme. Kjo masë do të jetë e vlefshme për gjatë ditës së samitit. Mjetet që do të shkelin këtë urdhër do të largohen me karotres dhe ndaj drejtuesve do të merren masa plotësuese administrative. Sa kaq, policia sugjeron përdorimin e disa rrugëve alternative, duke nisur nga rrugët dytësore të autostradës Tiranë-Qafkasha-Rinas, te gëzimi i Paskuqanit me Institutin Kamzën, Ndomjen, Laknasin dhe Rinasin, e largjëvlen edhe për zonën e Astirit, në kalimin e pallatit me Shigjeta, si dhe mbi kalimin e sheshit Shqiponja.